Partia Demokratike e Kosovës për gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë jashtëzakonisht korrekte dhe konstruktive. Dhe kemi ofruar rrugdalje nga kjo gjendje e blokadës në të cilën jemi futur ekskluzivisht fal kokëforcisë së zotit Albin Kurti dhe ambicjes së zonjës Albulena Haxhiu. Edhe sot ju bëjmë ftesë që të reflektojmë. Kosova është shumë më e madhe se secili emër i përveçëm në atë sallë. Ne jemi të gatshëm për zgjidhje, i kemi dhënë propozimet tona, në këtë pikë shpresojmë që sot zoti Kurti të reflektoj, është bërë pa përballueshme për një pensionist që të kaloj muajin në Kosovë, e ne vim këtu tash 22 herë pa asnjë rezultat. Pse? Sepse zoti Kurti nuk don marrëveshje dhe nuk don kompromis. E ftojmë edhe sot që të reflektojmë. A mund të arrit një kompromis? Po nuk varet nga ne kemi ofruar alternativat tona. Janë 40 emra që zoti Kurti i ka në dispozicion. Ne i kemi thënë donse, keni parasysh, ne nuk kemi asnjë lloj obligimi që të votojmë propozimin e lëvizjes vetëvendosje. Është detyrë e zotit Kurti që të krijojë shumicën parlamentare. Po me që nuk ka shumicë parlamentare, ne kemi dhënë opcionet tona. Zoti Kurti duhet të reflektojë.